Të dashur qytetarë të Republikës Kosovës, projekt ligjin që po diskutojmë sot, ose që po pretendohet votohet sot, në pamje të parë do duhet synonte që të mbrojë qytetarin nga rritja e çmimeve, por që fatkeqësisht mënyra se si është sjellë ky ligj e thellë në thelb, ky projekt ligj rrezikon që të prodhojë efektin e kundërt. Projekt ligji për rregullimin e çmimeve në formën aktuale nuk ofron zgjidhje reale për barrën ekonomike që po përballojnë qytetarët tonë çdo ditë. Se pari, duhet ta themi qartë, nuk mund të ketë ulje të çmimeve pa adresuar faktorët kryesor fiskal. Ky projekt ligj nuk parasheh ulje të TVSH-s, nuk trajton akcizën dhe nuk ndërhyn në kostot bazë që ndikojnë drejt për drejt në çmimet përfundimtare. Pa këto masa, çdo tentativë për rregullim është sipërfaqësore dhe destinuar që të dështojë. Së dyti, ky ligj hap rrugë për ndërhyrje selektive dhe potencialisht pa drejt në treg, duke i dhënë institucioneve kompetenca të gjera për të vendosur mbi çmimet pa mekanizmat e fortë, transparence dhe llogaridhënie. Krijohet hapësirë që të favorizohen kompani të caktuara, sidomos ato me lidhjet e afërta me pushtetin. Kjo jo vetëm që dëmton konkurrencën e lirë, por edhe e minon besimin e qytetarëve në institucionet tona. Së treti, ne tashmë kemi një precedent që duhet të na bëjë të kujdesshëm kur votojmë ligje të tilla. Ligji për rregullimin e çmimeve të barnave u prezantua me premtime të ngjajshme se do të ulë çmimet dhe do ta mbronte qytetarin. Por çfarë ndodhi në praktik? Nuk pam ulje të çmimeve, përkundrazi, pati raste kur çmimet u rritën, ndërsa përfitimet u përqendruan tek një numër i kufizuar kompanish të lidhura me Ministrinë e Shëndetësisë. Apo dëshiron dikush ta përsërisim të njëjtin gabim prap? Apo ai ligj ju ka nxit për përfitime të dikujt që intereson ato që ta përshpejtojmë edhe miratimin e këtij ligji? A dëshironi të miratoni një ligj që krijon më shumë hapësirë për abuzim se sa për mbrojtje të qytetarit dhe të ulë çmimet? Të nderuar kolegë, të dashur qytetar, nuk kanë nevojë qytetarët e Republikës Kosovës për ligje që tingëllojnë mirë në letër, por për politika që japin rezultate reale në jetën e përditshme. Në vend të këtij projekt ligji që vendos tavan të rritjes së çmimeve, ne do duhet të kishim projekt ligj që ul çmimet përmes uljes së TVSH-s dhe të fokusohemi në masa konkrete. Lehtësim fiskal, rritje të konkurrencës në treg, mbikëqyrje të fortë kundër monopoleve dhe mbështetje për prodhimin vendor. Prandaj, ju bëj thirrje kolegëve deputet që ta kundërshtojmë këtë projekt ligj në formë aktuale dhe të punojmë së bashku për një qasje më të drejtë, më transparente dhe më efektive për mbrojtjen e qytetarëve tonë. Dhe krejt në fund, qysh more nuk ju vjen marrë me thonë këtë ligj e kena inicu para 6 vite, po për çfarë pa aftësie po folni poshtë një zot.